Të ta shikues, dita e hemofilisë, e cila shënohet të çdo 17 prill, ka për qëllim sigurisht rritjen e ndërgjegjësimit për sa i përket sëmundjes së hemofilisë, e po ashtu edhe çrregullimeve të tjera të koagulimit të gjakut. Kjo ditë është një mundësi për të diskutuar gjithashtu edhe për sfidat të cilat përballen pacientët, rëndësinë e diagnostifikimit të hershëm, e po ashtu edhe trajtimit të duhur, si dhe për të promovuar barazin në qasje ndaj kujdesit shëndetësor. Sot kemi doktoreshën Afërdita Ukimiraj, që është edhe drejtoreshe e repartit të hematologjisë të rriturit në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, po ashtu edhe Ibrahim Sfirse nga Fondacioni Hemofilisë në Kosovë, për ndarë një uri dhe provoja rreth kësaj sëmundje, e po ashtu edhe ndaj realitetit të vendit tonë dhe me çfarë përballemi ne. Gjesi, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Jeni mirë se ardhur. Çfarë është hemofilia dhe cilat janë, do të thotë, këto lidhjet kryesore të saj? Po, hemofilia është një sëmundje e trashëguar, e cila trashëgohet, me thonë, e lidhur me gjenin recesiv, është karakteristike se ekzistojnë disa forma të hemofilisë, po matë përhapura që janë matë njëra, është hemofilia A dhe hemofilia B. Po kemi edhe forma tjera, edhe mungesa të faktorëve të tjerë të koagulimit, si von Willebrandi, faktori 13, e çrregullime tjera të gjakut. Normalisht që kryesisht bartës të sëmundjes janë femrat, po sëmurën meshkujt. Mirë po, nuk do me thonë që nuk sëmurën edhe femrat. Është një sëmundje që karakterizohet me gjakderdhje, të cilat manifestohen në nyje, kryesisht në nyjet e mëdha, po mundën me u shfaq edhe kudo tjetër në organizëm. Ajo që është me rëndësi është që sa më parë të diagnostikohet sëmundja në mënyrë që të ndërmiren masat përkatëse. Për shembull, te një fëmijë posa lindon, rreziku për gjakderdhje intrakraniale është shumë i madh, kështu që në këto raste është një gjendje mjaft serioze, kurse tek personat e tjerë mund të shfaqet thash në të gjitha nyjet varësisht prej nivelit të faktorit që mungon, që do të thotë që sipas nivelit të faktorit edhe hemofilit ndahen në disa nivele, forme lehtë, forme mesatare dhe forme rënd. Është shumë e rëndësi që të diagnostikohet me kohë edhe të përcaktohet niveli i faktorit në mënyrë që të mirën të gjitha masat përkatëse për me parandalu gjakderdhjen më të tjeshme. Kështu që trajtimi i hemofilisë bëhet me faktorin përkatës. Te hemofilia A kemi mungesën e faktorit të 8. Te hemofilia B kemi mungesën e faktorit të 9. Kështu që varësisht se cila na mungon, duhet me zaventsu me atë faktor përkatës. Normalisht që te ne në klinikën tonë bëhet trajtimi të gjithë pacientëve, edhe ka një qasje mjaft profesionale, edhe vinë me rregull, mirë po ajo që kemi pak nështë një mangësi, është fakti që këta pacient ka nevojë për trajtim të vazhdueshëm edhe profilaktik, që nënkupton, jo vetëm kur kanë gjakderdhje, jo vetëm kur kanë ndryshime në nyje, hematoma, po të vinë edhe në kohën kur janë pa asnjë çrregullim, që vazhdimisht me marr faktorin edhe ata me u mbrojt prej lëndimeve të mundshme, të cilat mund të shfaqen edhe spontanisht. Domethënë, nuk është patjetër që lëndohen. Ato vetveti mund të shfaqet gjakderdhja, kështu që kur e kanë trajtimin profilaktik, atëherë lëndimet që mund të shfaqen spontanisht janë shumë të pakta, janë të vogla edhe nuk lën pasoja. Pak do të hym secilës që temë që e preke, do të hym detajisht të flasim, por fillimisht na tregoni edhe sa është e përhapur hemofilia në Kosovë dhe a kemi statistika të sakta të saj? Unë po flas për të rriturit, sepse mosha pediatrike, kur arrin moshën e rritjes, vinë pastaj te na dhe vazhdojnë gjatë gjithë jetës trajtimin te ne, sepse është një sëmundje thashë e trashëgueshme që ka me i përcjell gjatë gjithë jetës. Prej të dhënave që kemi na në regjistrin tonë të klinikës, sepse çdo pacient që ka ardhur te ne shënohet. I kemi diku 55 pacient, prej të cilëve
28 janë me hemofili A edhe nëse zgaboj 29 janë me hemofili B. Kemi pastaj thash dhe disa me von Willebrand. Prej këtyre pacientëve vetëm një numër i caktuar vinë rregullisht. Kjo është ajo mangësia, edhe pse vazhdimisht edhe shoqata, po edhe na si profesionist shëndetësor, vazhdimisht kemi tentu që me i ftu pacientët. Po ekziston edhe një numër i konsiderueshëm i pacientëve që me siguri zotëri Ibrahimi e din më mirë që kanë dalë jashtë vendit. Po jo tash, kanë dalë në kohërat me njerë para luftës, me njerë mas luftës. Për me trajtu këtë Për me trajtu në atë kohë, mirë, po tash nuk kemi probleme, absolutisht jo. Kjo qendra klinike universitare është e pajisur me faktor, Ministria e Shëndetësisë gjithashtu vazhdimisht furnizon klinikën me faktore dhe asnjëherë nuk ka ndodhur që me pas një problem ose një komplikim për mungesë të faktorit. Kemi edhe përfaqësuesin këto, po në anën tjetër kemi pas edhe donacione të vazhdueshme. Me thonë është punu në drejtim që me pas donacione të faktorëve, sidomos prej organizatës botërore të hemofilisë që me të vërtet janë tregu zemërgjerë dhe vazhdimisht kanë ofru donacione me faktor, po përveç asaj edhe tash edhe Ministria një sasi të konsiderueshme gjithmonë e ka pas në dispozicion. Kështu që trajtimi i këtyre sëmurëve nuk mungon, vetëm se ndoshta na duhet thash me punu akoma më shumë, nuk është që s'po punojmë, po në vetëdijsimin, në ndërgjegjësimin e pacientëve që me ardhë. Nuk është e lehtë, sepse ata duhet me ardhë 2 deri në 3 herë në javë për me marrë faktorin, edhe për këtë arsye me siguri edhe janë këto vonesat ose mosardhjet ose mirë, po duhet thash të angazhohemi të gjithë së bashku me ndërgjegjësim, me vetëdijsim, me ju spjegu edhe me edukim që ata me ardhë, që me qenë më të sigurt gjatë aktiviteteve të tyre jetësore edhe me pas një jetë këtë normale. Se për ndryshe ata në qoftë se trajtohen me rregull edhe në qoftë se kanë një lëndim, kanë me pas shumë të vogël edhe nuk kanë me pas një çrregullim tjetër të lëvizshmërisë së nyjes ose të aktivitetit, sepse çdo gjakderdhje që mund të ndodhë kudo në nyje, sidomos në nyjet e mëdha, në qoftë se nuk trajtohet si duhet, me dozën e mjaftueshme, detyrimisht ka me lënë pasoja, sepse si përfaqet artikulare dëmtohen, edhe si rezultati i saj vështirësohet lëvizja, krijon ankiloza, krijon deformitete, që pastaj lën pasoja te ata të sëmurë. Fatmirësisht, fal trajtimit, viteve të fundit, pacientët i kemi të gjithë janë në dukje, janë të shëndosh. Me thonë si çdo person tjetër. Nuk kanë, sepse janë trajtu me nivel të caktuar të faktorit, të mjaftueshëm, edhe nuk kanë, edhe me kohë, edhe në mënyrë të rregullt, edhe nuk kanë pas deformitete. Qasja ndaj këtyre sëmurëve, edhe atë ditë në takimin që e patëm, është multidisiplinare. Na duhet me pas një përfshirje të gjithë mjekëve në trajtimin e tyre. Për shembull, nëse ka një dëmtim të artikulacionit, se thash, ato mund të ndodhin edhe spontanisht. Me njerë duhet me u fillu trajtimi përveç faktorit, duhet me pas qasjen me ortopedin, me fizioterapeutin, fiziatrin, kur kanë nevojë për nxjerrje të dhëmbe me dentistin, sepse në qoftë se nuk ndërmarrin masat paraprake, mund të kenë gjakderdhje më të mëdha. Në qoftë se paraprakisht përgatitet, e merr faktorin, dozë ekstra të shtuar, të nivelit, s'ka me pas kur fa shqetësimi, kur fa problemi, do me thonë krejt është të qasja edhe të trajtimi. Masnjë ata jo krejt shëndosh të çdo person tjetër. Mundën me pas aktivitete, lëvizje, jetë normale, punë normale. Mirë, ti shkoj bravazi, doktoresh. Temës, zotëri Sfirca, para 2 ditësh është shënu aktiviteti, ja? Po, për arsye të disa udhëtimeve kemi pas edhe mjek që tash është me 26
prill është edhe një seminar në Kuala Lumpur të Malezis dhe atje ka pas mundësi që edhe disa nga mjekët tonë të marrin pjesë, po për shkak të situatës të krijuar tani kohëve të fundit kjo lufta Iran ku e di, janë anullu shumë udhëtime, po ne zakonisht 2 ditë para datës e bëjmë atë manifestimin sepse gjithë personeli nevojshëm është më i lirë. Kjo është. Po, am na tregon pak si u shënu kjo ditë dhe vërtet, si që thash edhe në fillim në hyrje të programit, është shumë e rëndësishme të shënohen aktivitete ndryshme në mënyrë që njerëzit të marrin informacionin e duhur dhe të kenë një uri të mjaftueshme në ngritjet vetdijes së tyre. Në gjitha aktivitetet që i kemi organizuar më parë, sepse fondacioni jonë është formuar në vitin 2018 si nevojë për pacientat e prekur me hemofili, sepse në shumë raste këta pacienta nuk dojnë dhe e kanë të vështirë të identifikojmë si pacient, sepse këta kanë smundje gjakut, jo smundje trupit. Edhe kjo është mënyra që atyre kur ju dritohesh me smundje që nuk është kronike, por është smundje gjakut, e ndin veten si të bezdesshëm, kështu që pacientat e prekur me hemofili e kanë këtë problem. Aktivitetet tona që kanë qenë, me datën 15 prill kanë qenë 8 ligjërata ku kanë ligjëru, nëse s'gaboj, 4 mjek nga qendra klinike pediatrike dhe 3 kanë qenë nga klinika hematologjisë tek të rriturit. Edhe për transfuzionit, qendrës së transfuzionit. Transfuzionit gjakut dhe ka qenë një fiziatër. Do të thotë qëllimi i krejt saj ka qenë informimi në gjitha nivelet për pacientët dhe nevojat e tyne. Kjo ka qenë çështja. Shkoi mirë, gjithçka në rregull, po? Gjithçka ka shku mirë, gjithçka ka shku në rregull. Studenta morën pjesë a vetëm shumë profesionist? Student jo. Jo, student jo, po ka pas përfaqësues, ka pas punoj familjar, individ me 110 pacient për shkak që është numri i tyre, a? Këto janë për mos të thonë numri sakt i pacientëve. Edhe të pediatrisë janë prej neve janë, po. Sepse ne si shoqat jemi mundu t'i përmbledhim gjithë pacientët në kuadër Kosovës. Edhe pediatrisë, edhe të rritur. Dhe dikun 109-110 është numri sakt që i kemi të regjistruar në transfuzionin e gjakut. Prej tyre 65 janë me hemofilin A dhe 43 me hemofilin B. Hemofilia A është pak ma e shpesht. Ma e shpesht dhe është pak ma e rëndë se sa hemofilia B. Trajtimi është i njëjtë për ty hemofilit, si për anë, si për B, veç dallon faktori 8 dhe faktori 9 që e ceku edhe doktoresha. Mirë, me siguri ata që e kanë kështu në gjenën familje të trashëguar, e din simptomat, e din gjithçka, po përshikuesi që ndoshta janë kurioz me ditë, cilat janë ato shenjat e para, simptomat e parë që pacientët i kanë për hemofilin? Po, thash të një foshnje posa lindor, se është e trashëgume, po njësna prej si foshnje. Të një foshnje posa lindor, gjakderdhja e parë mund të jetë një gjakderdhje prej umbilikusit. Në momentin e parë kur pritet umbilikusi dhe gjakderdhja nuk po ndalet, po vazhdon pak më shumë. Tjetër mund të jetë një gjakderdhje shumë e madhe intrakraniale, për arsye të panjoftuna për momentin, që pastaj pas ekzaminimeve zbulohet. Do të thonë kryesisht janë gjakderdhjet, çto janë manifestimet. Te format pak më, kjo është e format e rënda. Te format më mesatare, deri te lehta, po them mesatare, kur fëmia fillon të ecë, kur fëmia fillon me shku zhagas, hapat e parë, kur fëmia mund të lëndohet, rrëzohet, se tu ecë, nuk e ka stabilitetin, edhe krijon hematoma, lëndime, gjakderdhje që te një fëmijë tjetër nuk ish dasht me u shfaq me një rrëzim sa do të vogël. Me thonë, këto janë ato shenjat e para. Pastaj dihet, diagnostikohet edhe vazhdohet për profilaks edhe me trajtimin e më të tjeshëm. Të rriturit, pastaj po thonë,
është interesant që të Ndonë për pacient... shembull që shanjet e para mi pas një pacient më vonë se sa kur është Të format shumë të lehta. Okej. Të format shumë të lehta ku niveli i faktorit është i ulur, por nuk është në ato masa shumë të mëdha. Për shembull, në ato raste mund të ndodhë vetëm kur kemi një intervenim kirurgjikal shumë të shprehur, edhe kur bëhen testet e hemostazës, konstatohet që që ka niveli pak i ulur. Kështu që mund të ndodhë, po rrallë në fazat shumë. Thash vetëm në rastet kur nuk është bën ai ndërhyrje asnjëherë dhe forma shumë e lehtë e hemofilisë. Ose për shembull te një nxjerrje e dhamit në një moshë që është niveli shumë pak i ulur prej vlerave normale, edhe mundet me qenë një zgjakdjerë pak më zgjatur. Atëherë ulëmtohet, po këto forma janë të lehta, nuk është një problem. Më problematike janë format e rënda edhe mesatarisht. Diagnostikimi i hershëm gjithmonë është shumë Gjithsesi. Mas ne thash, vetëdijsimi i popullatës, për që ata vazhdimisht tentojmë, sepse në familje gjithmonë, thash është trashëguese, gjithmonë del një e dhanë që dikush në familje ka pas, por nuk do me thonë. Ka raste kur sëmundja shfaqet për herë të parë, për herë të parë ndodh ndryshimi gjenetik edhe shfaqet për herë të parë në një familje. Mirë, po diagnostikimi është shumë e rëndësi. Është shumë e pacient me gjakderdhje në vendin tonë, doktoresh, diagnostikimi. Po, shusho bëhet në qendrën e transfuzionit, do me thonë çdo mjek, para çdo intervenimi ose para çdo bën testet e hemostazës. Edhe në testet e hemostazës gjithmonë kemi shregullime. Ajo që është indikative për me përcaktu hemofilin është vlera e rritur, është një parametër, është koha parciale tromboplastinës aktivizuar. Edhe në ato raste, sa ajo të na del e rritur, me njëherë e dim që këtu kemi të bëjmë një çrregullim, edhe na kërkojmë testet, kur po tham na, në përgjithësi mjek të gjithë, do me thonë vetëm hematolog, kërkojnë to me u bo niveli faktorve, u përcaktu shkalla e nivelit, sasia, sasiore e faktorit në gjak të individëve. Edhe në bazë të saj përcaktohet pastaj që pacienti individi, se nuk du me shpreh, ka hemofili ose jo. Varësisht prej shkallës përqindjet, ajo përcaktohet në përqindje të nivelit të faktorit, edhe dim se çfarë nivelit faktorit ka individi edhe shkallën e hemofilisë. I spjegohet familjarve, i spjegohet individit, edhe mas ne fillohet gjitha masat më të Çfarë tjeshme. trajtimesh janë në dispozicion aktualisht në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës për trajtim? Realisht i kemi trajtimet, mundët edhe doktor, zotri Ibrahimi lirisht, nuk është problem, me që është edhe përfaqësuesi shoqatës. Do filloja nga fillimi sepse jam pjesë e shoqatës që nga viti 2018 kur është themelu fondacioni unë. Si themelus kemi qenë një pjesë e prindve dhe si iniciatore ka qenë një vajzë e cila deri më tani ka qenë kryetare e shoqatës, por për arsye personale është rjek dhe më është dashur që unë ta marr udhëheqjen e organizatës në vazhdim e tutje. Ka qenë Elmedina Kukaj, e cila ka qenë prezente dhe më parë në televizionin tuaj, dhe e falenderoj përzemërsisht për gjithë punën që ka bërë gjatë 5 viteve, po arsyet personale e kanë detyruar më të rjek. Në vitin 2019 kemi arrit për herë të parë, normalisht në bashkëpunim me mjekët, sidomos në atë kohë me mjekët e qendrës pediatrike, kemi arrit me fut në listën esenciale faktorin e 8. Kohë pas kohë ne gjithmonë kemi pas faktor, por jo në mënyrën se si duhet të trajtohen pacientat. Ka pas një muj dhe s'ka pas 2-3 muj dhe gjithmonë pacientat nuk kanë mujt më trajtu në tamam si e don trajtimi profilaks që e përmendi edhe doktoresha. Në vitin 2019 është fut në listën esenciale, në vitin 2020 jemi antarësu në organizatën botërore të hemofilisë, e cila faktikisht ne jemi si umbrell e 100 shteteve që janë pjesë e organizatës botërore, ne marrim donacione nga ta që nga vitit 2018, vlera donacione prej vitit 2018 deri më tani ka vlerën për afërsisht 4.5, ofër 5 milion euro.
dhe qëllimi i organizatës botërore të hemofilisë është treatment for all, trajtim për gjithë dhe gjithë pacientat në gjithë botën të kenë trajtimin e duhur. Kjo është e para. Dhe e dyta është se çdo pacient me hemofili është qëllimi i organizatës botërore dhe i çdo vendi tjetër që pacientat të futen në profilaks, që e përmendi doktoresha, sepse nëse në sistemin profilaks futen pacientat, atëherë gjithmonë rreziku është më i vogël për gjithë pacientat. Kjo ka qenë diçka e mahnitshme që kemi marrë donacione, po njëkohësisht Ministria e Shëndetësisë që prej vitit 2019 nuk kemi mungesa të theksume. Mungon një vetëdijsimi pacientave. Tash është pak edhe arsyeshme se pacienta kemi nga gjithë rajonet e Kosovës, ndërsa furnizimit e na bëhet në qendrën barnatorën qendrore të QKK-s dhe na duhet një menaxhim më i mirë i shpërndarjes nëpër spitalet regionale, në mënyrë që pacientat, supozojmë Prizren, Gjakovo, Sepej, ta kenë trajtimin atje, por na duhet me udhëtu për shkak se shumica e spitale regionale nuk kanë edhe hematolog të punësuar në spitalet e tyre. Duhet të vinë në Prishtinë të marrin trajtimin? Duhet të vinë në Prishtinë për të marrë trajtimin apo për të marrë edhe injekcionet që ata kanë nevojë. Kjo është një problematik në të cilën mundohemi me punu së bashku. Diskutuam bashkarisht me individët që kanë prezent aty, shfaqen ato shqetësimet e tyre, edhe realisht edhe spitalet rajonale janë të furnizuara me faktor. Mirë po, tu pas parasysh ndoshta pse nuk ka atje hematolog. Mungesa një hematologu ndikon që përshkrimi i barit për pacientin ata duhet me marrë dozën e caktuar me u shënu prej mjekut hematolog. Varësisht prej nivelit që e kanë, varësisht prej lëndimit që e kanë, do me thonë dallon doza. Thash, përveç asaj dozës profilaktike, në rast lëndimeve, ata ka nevojë për ekstra dozë, për një sasi tjetër të dozës, të cilën e menaxhon pastaj mjeku hematolog. Kjo nështë është ajo sfida që ata ka njerë përballen, edhe ka nevojë me udhëtu deri në Prishtinë për shembull, po faktor kanë. Ajo që ka na duhet me bo, e diskutuam edhe atë ditë, nështë duhet me qendrat rajonale, me pas një komunikim më të afërt, nështë disi edhe me telefon, ose me mundësu një kontakt më të afërt, dhe një qasje më të mirë të pacientëve që ata me mujt vazhdimisht me u furnizua dhe të paktën për dozat profilaktike, mos me pas nevojë me ardhur deri në Prishtinë, prej Prizrenit, prej Gjakovës, prej Pejas, po me i pas atje. Me sa marrëm informat edhe e diun, po edhe prej atyre, për shembull Prizreni është i furnizuar shumë mirë. Edhe Gjakova e furnizuar shumë mirë, edhe vazhdimisht marrin. Po pak janë disa mangësi që normalisht duhet rregullu me kohën. Duhet rregullu, jemi të punu në atë drejtim dhe do të punojmë. Normalisht me bashkëpunim në mes të neve, shoqatës, qendrave klinike, spitaleve rajonale, që me paksu të metat që mund të ekzistojnë. Çdo ditë ka diçka që pikërisht, po. Zotëri Sfirca, cili ka qenë roli i shoqatës në këto 8 vite të fundit dhe sa është përmirësuar ndoshta edhe shërbimi, sepse ndihmoni njëri tjetrin, Ne si shoqat mundohemi me qenë një urë lidhëse në mes institucioneve, spitaleve, faktikisht në mes qendrës pediatrike dhe hematologjike, sepse dhe transferi prej pediatrisë në qendrën e hematologjisë tek doktoresha kur pacientat mbushin moshën 18 vjeçare është shumë i rëndë, sepse ata fillojnë me u familiarizu me pediatrin dhe me mjeket atje, pastaj në këtë transferim është pak një, si të them, pacientat edhe pritojnë me dalë në qendrën hematologjike dhe është mase e nevojshme krijimi një qendrës së hemofilisë në kuadër të gjitha qendrave të Kosovës. Ne kemi nevojë për një databazë, për shembull
Qa do me thonë një databaz? Një databaz, krijimi qendrës së hemofilisë në Kosovë, do ta krijonim një databazë e cila normalisht bëhet në mes institucioneve shëndetësore, në këtë rast SHSKU-ja, pastaj në këtë pjesë duhet të jetë e kyçur, mendojnë edhe Ministria e Shëndetësisë, që të na mësojnë krijimin e një qendre të hemofilisë. Arsyeja pse na duhet është gjitha vendet e rajonit veç e kanë të formune. Dhe kur kemi një qendër të hemofilisë në kuadër gjithë këtyre aktiviteteve, atëherë do ta kishim edhe numrin e saktë, edhe një databazë ku do t'i mbanim shënimet për çdo pacient, sepse na tash kemi, doktoresha e potencoj, ta e din numrin e saktë pacientave që trajtohen në hematologji, kurse në pediatri është numri tjetër. Ne jemi mundu që nëpërmjet transfuzionit gjakut ta kompletojmë numrin. E di që zakonisht kemi probleme me statistika, por po, me siguri edhe ndoshta nuk është shumë e vështirë me u kriju një databazë edhe me u përmirësu edhe më tepër kushtet se jo. Faleminderit shumë për kohën, për shpjegimin që dha për ne për shikuesit. Faleminderit edhe juve për ftesën.